Washingtonit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Brushi publikoi provat e reja që faktojnë se ish-presidenti i Republikës Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje me çështjen Çezdia. Në një dalje për mediat, Brushi nxori emailët e komunikimeve mes drejtuesve të Dias që dëshmojnë se kjo kompani ishte një krijesë amerikane dhe se kontrata Çezdia u krijua fal lidhjeve që kishin amerikanët e Dias me Çezin. Në komunikimet mes drejtuesve të Dias Dega Shqipëri faktohet se pronarja amerikane e Dias, Rebecca Gaske, ishte në dieni të problemeve të kompanisë dhe presioneve të vazhdueshme që ushtroheshin ndaj saj nga Dega e Çezit në Shqipëri, por lidhjet e saj të forta me drejtuesit e Çezit bënte që të mos i llogariste këto shqetësime. Drejtori rajonal i Dias, zoti Kume, i shkruan administratorit Ismailaj: "Jemi përsëri thot, përballë shpifjeve dhe të pavërtetave të menaxhimit të Çesh Shpërndarje, që situatën e rëndë dhe të papranueshme për konsumatorin po përpiqen dhe do të vijojnë të përpiqen ta sheshin si një zgjedhje të gabuar të tyre për nënshkrimin e kontratës me kompaninë Dia, po të përgjigjem në gjuhën angleze sepse unë do të doja që zonja Rebecca Gaskin, pra e theksoj pronarja e kompanisë, të krijonte një pasqyrë të plotë të asaj që po ndodh dhe se si njerëzit brenda Çesh Shpërndarje janë duke u përpjekur të sajojnë dhe krijojnë histeri kundër kompanisë Dia dhe stafit të saj. Dua t'rregoj lidhjen e saj shumë të fortë me Çezin në Prag, madje aq të fortë sa ajo e informon se është gati edhe madje të blej edhe vetë degën e Çezit në Shqipëri dhe madje edhe me çmimin që ajo do të kërkojë. Ne do të sigurohemi që Çezi të informohet në nivelin më të lartë për këtë sjellje të keqe. Keq menaxhimi, paaftësia dhe sjellja e parregullt e Çezit do të sjellë dështim. Ata mund t'i mbulojnë sot me gënjeshtra, por koha e tregon të vërtetën. Sipas Brushit, është vetë kreu i qeverisë Edi Rama që është i lidhur këmbë kokë me këtë çështje. Ishte pjesë e një loje mafioze dhe që lidhet kokë e këmbë me Edi Ramën dhe me aferën e tij korruptive të faljes së 479 milion eurove të shqiptarëve Çezit, fakt që spaku me regji dhe që drejtësia me regji nuk e sheh. Brushi theksoi se faktet janë asgjësuese dhe të qarta që Ilir Meta nuk ekziston asgjëkundi në çështjen Çezdia dhe se ka zero prova dhe lidhje me kompaninë Dia. Sipas tij, e gjithë kjo është një lojë mafioze e spakut.